fotot e Mehmeti i ka shkruar krahun Enverit, Po. Enveri ka shkruar krahun Fiqeretës, të dy i vrau. Po. Ë? I them Fatosit unë, ke kjo dhomë ka dhënë shpirt Fiqeretja. Mos më tha Fatosi mu, nxirr nga Birusa. Fatos Nano. Tali një sekond. Aty gjatë sa kohë ka qenë Fatos Nano? Jo, Fatosi ka ardhur 2 javë për çështjen e Levante kompani dhe më duket Arsidi. Edhe atë Arsidit. Dhe në 2 javë aty. Ka ne 2 javë për të dëshmuar, pastaj hypi prapë makinës dhe ti ishe dhe gjatë kohës ishe Fatosi. Po, ishte Fatosi, Po me Fatosin si shkoi? Po Fatosin mirë, mëse pak që je Fatosi. I thash për të shkel ato rregullat e shërbimit, pyeti tha si mbahet Ramizi mbahet mirë. Ke dëshirë të takosh? Jo, më tha. Au takuan ndonjëherë Fatosin? Jo, më tha, s'u takon. Tani, te ajo dhomë ka vdekur Fiqereta Shehu? Po, ishe ti aty? Unë nuk kam qenë, se Fiqeretja, kështu siç më thonë. 88 kam vdekur, 88. Por i thash Fatosi u të merrua, thash që kjo dhomë ka dhënë shpirt. Aty vdiq Fiqereta. Po kështu siç më thonin gardianët e vjetër. Po dhe Fatosi nuk u takua si me Ramiz, po pse? Po siç duket qef mbetje dhe çka qef mbetje Fatosi ishte produkt i Ramizit, ëh? Po patjetër ne dim të gjithë atë se ne jemi të freskët për atë punë, por nuk ishin janë momente që njeriu kërkonte atë vetmin, domethënë nuk do të takoj njerëz të tjerë. Siç ishte. Çfarë thoshte Ramiz Alia për Sali Berishën? Saliun tha për herë para kam njohur kur në Kapo, kur ushtruajsh në Kapo në Paris në 78-ën. 78-79 se shkonte her pas here. Dhe shikoj që ishte mjek energjik, ishte kështu. Pastaj kur ndodhi takimi në 90-ën me intelektualet e Shqipërisë, po. Dhe ngritëm problemin se Shqipëria ishte në udhkryq, se kishte ndodhur ngjarja e rënda ambasadave. Po. Kishin ikur disa mijëra, 5000. 5000. Po. Edhe morën pyeta Kadaren. Tha, Kadare, a jemi gati ne për pluralizëm? Unë nuk marrë vesh nga këto punë, kështë Kadareja. A merë vesh ti këtu, tha? S'merë asnjëri nga këto tjere, tha. Nese, ishë prononcimi joti, tha. Po disa li, unë jam dakord për pluralizëm mendimesh, sepse opinioni dhe populli ynë nuk është përgatitur. Ka thënë Sali Berisha. Sali Berisha. Po? I nipi i Enverit Omari, po? Dhe një Leshi, Ismail Leshi, kërkuan pluralizëm. Do thënë, djali i Bari Omari, Luan Omari. Po. Luan Omari, që 100 vjeç sot. Po, ai kërkoi. Do thënë nipi i Enveroxhës, djali i Motrës. Po, djali i Motrës, djali armiku, si mund ta quhet. Po, dhe babai në armik, po Motra ishte Faria ishte nese. Dhe ai kërkoi pluralizëm bashkë me Ismail Leshin. Me Ismail Leshin. Ta dy. Wow. Pastaj gjërat u rregullisën deri aty ku erdhën. Kur që momenti që u ngritën studentët, i them Xhelil Jonit, kë kemi në një, tha se janë malsor, tha. Kemi Saliun, tha. Ne kush i trullosëm. Ku Salim, tha se kemi. Sali Berisha kështu, po, tha, ne nisëm. Do të ti po thuaj që Ramiz Alia ka thënë që e nisa unë Sali Berishën të studentët? Po, me pëlqimin e Xhelil Jonit. Të thoshte Ramiz ty? Po. Dhe shkoj, ato si duket nuk e pranuan, e erdhi tha shoku Ramiz, ato ishin ca gomer, tha që unë nuk mbesha vesh. Kështu më ka thënë. Ç'a ishin? Gomer, tha që unë nuk mbesha. Ka thënë Saliu për studentët? Po. Kjo duhet verifikuar, se duhet jemi korrekt. Këtu s'kemi as Ramizin, as Saliun. Ai këtë më ka thënë. Domethënë që ishin ca gomer, tha që nuk merrshe vesh. Ndoshta mund të ketë thënë një fjalë tjetër, pa i kështu. Po Ramizi ta tha, po ma thash tjetër. Nuk besoj që ka thënë kështu, po gjithsesi, kjo është fjala që ka thënë Ramizi. Po e marrin duke thënë. Pastaj kur erdhi dhe ai e futi në burg. Po jo, kur ra në burg, jo hyri Fatosi, hyri këtu, tha një shprehje gjysmë banale. Ta të mund ta heqësh po ta them. Jo, thua. Mi tha mo, derisa është fjalori shqipes se kisha profesorin e Artusit në fjalori shqipes. Ajo thuhet, pastaj është tjetër gjë se si gjykojnë. Edhe më tha mo, beso, tha. Në ato vitet e para Saliu që kështu deri në 94 në ke parasysh shqepte. E tha, ore, di që ma loku ka bëthëm, tha. Se thash, ata i ka vënë gjithë përpara, mos ta burrë, ç'është kjo kështu, tha mua. Se jo Fatosin burke, jo biroja politike, jo ta kapta prurjar bën
ai deputetin Arben Ligën në burkë gjithë. Po ishte në dytë, domethënë që nuk të fal, domethënë që kështu, domethënë u tregua burrëror. Domethënë në shprehje domethënë. Foto tjetër. Këtu është Ramizalia, Teuta, Mbesa. Mbesa, goca Po Teuta erdhi ndonjëherë? E takoi? Jo. Sa kishte respekt dhe ka vajtë dhe varri. Po mirë. Jo, po ka pas. Jo, po dhe Iliri ishte. Edhe Iliri ishte, po bravo. Edhe Iliri ka qenë. Do të burrë grua ka qenë. Kjo ishte zonjë grua, domethënë ato. Edhe fakti ishte rritur në blok, e kishte marrë. Po jo, kjo ishte Mbesa Ramizalis, dhe nuse djalit e Enveroxhës. Kjo shpinë kishte ke stadiumi Dinamo, babës vet. Babait. Sa ty Teuta. Po. Kurse Ramizi ka trajtuar si fëmijët e vet. Jo, po thosha këtë që Teuta, kjo që ishte nën drejtoreshe e Muzeut Kombëtar. Drejtoreshe më nën drejtoreshe e Muzeut Kombëtar, ishte dhe studiuese historiane. Mbesa Ramizalis, pra vajza e vllajt, dhe nusja e djalit e Enveroxhës. Po. Foto tjetër. Edhe Zamira Kolesi aty. Tani, këtë më shpjegoj më ti, se kjo është një foto te Kim Malindi, sekretari i parë i Skraparit. Po. Që kishte mik shumë Ramizalin, ai duhet të jetë mos gaboj Gatareja këtu. Jo, Ismail Katare, po ky duhet të jetë Spiro Kolega? Jam gabim? Jo. Nuk e Spiro Kolega? Nuk e, se unë se dalloj mirë, nuk e dalloj. S'ma hamon ti. Ti je më i vjetër se mua apo? Po jo, por nëse maj mend në foton Spiro Kolegën kështu. Po mirë, ata mund të jenë kështu se duket si verë duket aty. Dhe është një foto shumë e bukur. Po. Rrezik mund të jenë aty në ato malet e Skraparit ku ka qenë ajo kongresi i rinis Helms. Helms. Ndoshta ajo. Okej, foto tjetër se nuk paske Lira apo Helms ku ish bërë? Lirës. Po pra, Lirës. Tani, Nexhmia, çfarë thoshe për Nexhmia? Pati rezerva që mas rënies shtatorësh, pati shumë rezerva dhe të dy ishin të ftorë. Po, si e shpjegon ai e shpjegonte kur ra shtatorja patën një problem madhor, që ato lanë shpinë dhe donin të vinin te Ramizi në shtëpi, gjithë siç ishin, me fëmijë, me nipër, me mbesa. Shpinë e vilën. E vilën lanë donin të shkonin sepse ku të shkonin? Te shtëpia e Ramizit. Po Ramizi ku e kishte shpinën domosdoshmë? Aty në blok e kishte. Po pra, i tha dëgjoj, nëse unë shkoj mbyllem në dajt, i tha. Edhe ju u le këtu, atëherë keni drejt. Shkoni ktheu në shtëpi se jeni në masë të siguruar. Edhe u kthyem ta në shtëpi. Mirë, edhe kjo, në Xhmia në intervistë më ka thënë që ikim, nëse njerëzit duan të vinë këtu, nuk dua unë të derdhet të gjak për figurën e në shtëpinë e Enveroxhës. Ikim. Kështu që a pati tentativa të ndonjë familjarit të Nexhmias të afërmi për ta takuar ose Nexhmia vetë, edhe ajo ishte në burg. A konciduan ndonjëherë që të ishin të takojshin? Unë nuk e kam gjetur Nexhmian, se Nexhmia shkoi ke 325, atje kam takuar Nexhmian. Dhe atje kam takuar kur boja shërbim oficeroja, sëndim së oficeroja, kisha drejtë kontrolli që futësha edhe ke gratë. Dhe ishe edhe te Nexhmia? Po, e kam takuar 2 herë. Bilës dhe një herë i bëra një vretje. Çfarë vretje? Vinë në takim, mas shumë kohësh vjen Valbona me Lilian Mbesa. Edhe nusja djalë dhe Sokoli. Po. Edhe futën. Kjo si gjyshe u hot në qaf Valbonës. Unë rria se 2 metra larg. Edhe putë shkitet gjithë atë edhe nuk po jepte dorën Lilianës. I thash unë dëgjoj. E di që Mbesa është mjalti, i thash, po duhet respektohet dhe kjo tjetra. Ktheu kokën kështu, si kishte. Nuk ja dha dorën nusës djalë? Ja dha, pastaj takoi edhe Sokolin, po u çmall siç duket kishte kopa ardhur vajza. Nuk diku ku ishte. Bravo. Ti the që takoi nusën djalë. Takoi nusën parë sepse kjo e di që Mbesa është mjaltit. Po nusja e djalit është djalë. Nusja e djalit është djalë dhe respektohet në. Se donte fare ajo. Se donte tani lere tani e dim atë. Foto tjetër. Po Nexhmia si kalon në burg? Nexhmia kishte një tepelence që i bënte kafet i gaton.